Kryeministri Edi Rama ka njoftuar në rrjetet sociale se statuja së Skënderbeut që ndodhet në shesh, po i merren përmasa pasi monumenti i tij do të vendoset në një shesh të Parisit, që do të mbajë emrin e tij. Qarkullon një kua komgullus në kënetën sociale për pse në mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë dhe formulohen mallkime për tradhti kombëtare, bazuar në akuza për konspiracion kundër atletit të Krishtit në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Arsyeja është shumë e thjeshtë, po edhe e bukur në këtë rast. Monumenti është veshur me skeleri sepse po i merren format për realizimin më pas të një kopje të tij, e cila do të vendoset në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Paris. Po, e lexuat mirë, Parisi do të ketë Skënderbeun e vet, pas një përpjekje diplomatike të gjatë të suksesshme, pikërisht sepse sot Shqipëria dëgjohet me respekt, kemi arritur të marrim miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e heroit ton kombëtar në një shesh të Parisit me emrin e tij. Po m'ditësh dhe skela do t'iqet, kështu që edhe adetarët, zemër trazuar që llokoqiten në kënetën e kuave, do të mund të çmallen me kalin e Skënderbeut dhe do t'u duhet të gjejnë një tradhti tjetër, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale.